Etnik Bruti ka firmosur me Hajduk Split. Kontrata me klubin kroat është e vlefshme deri në verën e vitit 2029. Bruti afrohet te Hajduku si lojtar i lirë, pasi e mbylli me Malishevën. Për të, është eksperienca e parë jashtë Kosovës. Nuk do e ketë të vështirë të përshtatet, duke qenë se pjesë e ekipit janë Ron Raçi dhe Adrion Pajaziti. Etnik Bruti është ftuar edhe nga kontarja shqiptare, pavarësisht se minutat kanë munguar dhe përfundoi në tribunë. 22 vjeçari ndërkohë është vendosur në dispozicionin e Alban Bushit te Shqipëria U21. Te Malisheva pati një sezon mjaft pozitiv. Në kampionat regjistroi 9 gola dhe 4 asistime. Etnik Bruti do të jetë transferimi i parë i Hajduk Split, për të cilën u tha fillimisht se do të jetë destinacioni i radhës. Bruti është 22 vjeç, ndërsa shfaqet si lojtar i lirë pas përfundimit të kontratës me Malishevën. Mes fushori kombëtares shkëlqeu në këtë edicion, duke realizuar 9 gola dhe asistuar 4 të tjerë. Goran Vučević e mbylli këtë transferim te Hajduk Split. Bëhet fjalë për ish-drejtorin sportiv të Hajdukut, që u largua në muajin prill. Për Brutin ndërkohë, do të jetë eksperienca e parë jashtë Kosovës. Te Hajduk Split gjem edhe Adrion Pajazitin me Ron Raçin. Kombëtarja shqiptare po hyn në një fazë të re të historisë së saj me një ndryshim të rëndësishëm në drejtimin teknik, pas një periudhe që solli një nga sukseset më të mëdha të viteve të fundit, kualifikimin historik në Euro 2024 dhe play-offin e Kupës së Botës, braziliani Silvinho i ka lënë vendin italianit Rolando Maran. Ky ndryshim nuk përfaqëson thjesht një rotacion histori, por një kalim mes dy filozofive të ndryshme futbolli, dhe një stil modern ofensiv dhe i bazuar në mbajtjen e topit në ndërtimin e Silvinhos. Shqipëria pritet të bëhet një skuadër më pragmatiste, tipike e futbollit italian me një trajner si Maran, që të gjithë karrierën e tij e ka bazuar në Itali. Silvinho mbërriti në drejtimin e kombëtarëve shqiptare në vitin 2023 fillimisht me shumë pikpyetje, por shumë shpejt u shndrua në një nga projektet më të suksesshme të dekadave të fundit për kuqezinë. Si ish lojtar me një karrierë elitare te klube si Arsenal, Barcelona dhe Manchester City, ku fitoi dhe Champions League, ai solli në pankinë një filozofi të ndikuar qartë në emra si Pep Guardiola dhe Roberto Mancini, gjë të cilën e ka pranuar shpeshherë dhe vetë në intervista të ndryshme. Gjatë drejtimit të tij Shqipëria u transformua në një skuadër më moderne dhe më e organizuar në lojën me top. Posedimi u bë më i strukturuar, presingu më agresiv, ndërtimi i aksioneve nisi nga mbrojtja dhe u rrit ndjeshëm besimi të lojtarët. Ky evolucion u kurorëzua me kualifikimin historik në Euro 2024, duke e kthyer Shqipërinë në një skuadër që nuk konsiderohej më vetëm e vështirë për të mundur, por një ekip që mund të konkuronte realisht në nivel evropian. Në total, Silvinho ka regjistruar 89 ndeshje në karrierën e tij si trajner, me 35 fitore, 25 barazime dhe 29 humbje, duke arritur një mesatare prej 1.46 pikësh për ndeshje. Në drejtimin e Shqipërisë kjo shifër është më e lartë, rreth 1.53 pikë për ndeshje, që tregon qartë rritjen e performancës së skuadrës gjatë periudhës së tij. Megjithatë, mungesa e kualifikimit në botror dhe disa luhatje në ndeshjet vendimtare e shënuan dhe fundin e këtij cikli me palët që morën drejtime të ndryshme. Në anën tjetër, Rolando Maran vjen si një figurë krejtësisht e ndryshme në filozofi dhe qasje, i arritur në shkollën italiane të futbollit dhe me një karrierë të gjatë në Serie A dhe në Serie B, ku ka trajtuar klube si Chievo, Cagliari, Genoa, Brescia dhe Catania. Ai njihet si trajner i disiplinës dhe organizimit taktik më shumë se sa i spektaklit. Maran nuk identifikohet me futbollin e hapur të ofensiv në kuptimin modern, por në Itali e cilësojnë si mjeshtër të taktikës dhe natyrisht si trajner italian, mbrojtja do të ketë prioritet. Formacioni i tij preferuar 4-3-1-2 është një skemë klasike italiane që kërkon sigurinë në mbrojtje dhe sakrificë në mesfush, teksa sulmi shpeshherë lë për të dëshiruar dhe kjo shihet në statistikat që skuadrat e tij kanë pasur në përgjithësi. Në karrierën e tij Maran ka drejtuar mbi 742 ndeshje me 245 fitore, 215 barazime dhe 282 humbje, duke regjistruar një mesatare prej 1.28 pikësh për ndeshje. Këto shifra reflektojnë një trajner me eksperiencë, por me rezultate jo në favorin e tij, u bie në sy fakti se gjatë karrierës ka përjetuar më shumë humbje se sa fitore. Ndryshe nga trajnerët e tjerë italianë që fokusohen te mbrojtja dhe nuk pësojnë, skuadrat e Maranit në 742 ndeshje kanë shënuar 865 gola dhe kanë pësuar më shumë se sa kanë shënuar. Në total 945 gola janë shënuar kundër skuadrave të trajtuara nga Maran, me një mesatare prej më shumë se një goli për ndeshje.
Në Shqipëri, pritshmëritë ndaj tij janë të qarta dhe pritet stabilizim dhe konsolidim i shpejtë dhe ndoshta Liga e Kombeve do ta ndihmojë për të pasur mundësi që të synojë më pas kualifikimin për në Europian.